simpatizant të Bashkimit Demokratik për Integrim, sonte sofra e madhe shtrohet në Tetov dhe pret shqiptarët nga lindja në manastir dhe në Dibër në Perëndim, pret shqiptarët nga Struga në jug dhe Kumanova në veri. Të nderuar pranishëm, vëllezër e motra, do doja përshëndes në emër të gjithë bashkëpunëtorëve të mi, të gjithë bashkëluftëtarët dhe familjet e dëshmorëve që kanë dhënë më së shumti, kanë dhënë të dashurit e tyre që ne të jemi këtu tokë të mbledhur në sofrën e madhe. Sigurisht që u ka rastis në qindra takime të mbajtura, unë kam folë i fundit pas bashkëpunëtorëve dhe organizatorëve. Por sot unë flas i pari sepse unë para jush paraqes zërin e të gjithë këtyre bashkëpunëtorëve. Unë paraqes një zë këtu. Zëri i tyre është Bashkimi Demokratik për Integrim, që u përfaqëson ju. Nderuar pranishëm, vëllezër e motra, do doja që në emër të gjithë bashkëpunëtorëve të mi përshëndes të gjithë ju, shefat të shtabe, ashtu si që përmenda Jugeveri, lindja Perëndim, sepse ju jeni ata, forca motorike, forca energjike, që keni mbrojt me sukses doktrinën e platformën Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga do që kam shkuar, unë dhe bashkëpunëtorët, të gjithë njerëzit kanë kërkuar zhvillim ekonomik. Kush mund të bëjë më mirë se sa bijt dhe bijat e juaja që janë të radhitura në bashkimin ton të fuqishëm. Kush mund të bëjë më mirë se këta? Sigurisht që të pa konkurent, me dije e pajisje shkencore, po mbi të gjitha njerëzore. Nga do që kemi shkuar, populli, njerëzit, qytetarët kërkojnë vende të reja të punës, kërkojnë perspektivë. Kush mund të bëjnë më mirë se këta që junë këtu para jush? 2000 vende punë mbrëmja 2 muajve vetëm në Maqedoninë Perëndimore duke filluar, që nga Struga deri në Tetov. Sigurisht, vetëm kështu mund të gëzojmë
prinde nëna shqiptare që në vendin e tyre jetohet dhe në vendin e tyre edhe mund të investohet. Dhe këtë punë sigurisht ma mirë se sa bitë dhe bijat e nënave se bën askush. Nga do që kemi shkuar, kam kërkuar dhe kërkojnë arsim, sigurisht që arsimi mbetet, ka qenë dhe mbetet njëra nga shtyllat kryesore të një kombi. Kush ma mirë mund të drejtoj, kush ma mirë mund të orientoj një universitet të zyrtarizuar dhe tjetrin të themeluar aty ku kërkonte e tërë rilindja jonë kombëtare mu në qendër të Dazanis në Shkup, duke i bon emnin e madh nën Tereza. Vëllezër e motra, ka do që kemi shkuar, njerëzit kërkojnë paqë e qetësi, njerëzit kërkojnë siguri. Kush ma mirë din të ndërtoj paqën se sa ata që kanë bërë luftën. Ata që bëjnë luftën din të ndërtojnë edhe paqën. Ata që bëjnë luftën shpirimtarët din të ndërtojnë të ardhmen. Sepse kështu e do vendi, sepse kështu i ka mësuar doktrina shqiptare. Kush mund më mirë ta garantoj, sigurisht bijt dhe bijat e këtij trollit janë garant paqës, stabilitetit e sigurisë, sepse kështu e duan shqiptarët, kështu duan qytetarët. Nderuar vëllezër e motra, nga do që kemi shkuar, kërkesë e të gjithë njerëzve të këtij trolli ka qenë përse shqiptarët atëherë kur duhet të jenë më bashkë, nga ku vinë porosit që të fusin hidhrim e idhëti. Sigurisht që ne nuk jemi ata porositës asnjë nga ky shesh dhe sofër e madhe këtu që jemi bashkë në to. Sepse ma shumë se ne, se shqiptarët që duan bashkimin atëherë kur u duhet më shumë të jaj, në momente vendimtare, si që jemi ne tani, sigurisht që bashkimin e duam më së shumti se të gjithë dhe sakrifikuam edhe nga vetë autoriteti, shtrivja, prestigji i Bashkimit Demokratik për Integrim, duke kërkuar bashkimin e të gjitha tyre iniciativave. Të pa adres, le të bashkohen përballë uraganit të Bashkimit Demokratik për Integrim, le ta fitojnë këtë uragan të pandalshëm, por edhe këtë nuk e bën, sepse sigurisht që porositësi nuk u amiratoj një bashkim të tillë, por udhëzimet e direktivat ata mund t'i dinë dhe ne uraganin se ndalën, braktisëm platformën partijake dhe ju qasëm doktrinës shqiptare, ju qasëm doktrinës kombëtare dhe ju jeni ata që lirinë e fituar me gjak, nuk u manipuluat të bëni
nga këtu, në emër të gjithë ju, thrasim çdo shqiptar, thrasim çdo atletar, se lirin me gjak e kemi fituar dhe kjo liri nuk ka çmim që mund dikush ta paguaj, nuk ka çmim që paguan as pap qerimin, as të gjithë ata bashkë luftar, të Mujedina Lut që mban emrin Brigada Mukët në Sharë. Nuk ka shqiptar që harron të gjithë ato plagë që janë marrë, që mund t'i këmbej për çfarëdo grade e për çfarëdo ofici. Prandaj, nderuar vëllezër e motra, të thrasim të gjithë, t'i bashkohen këtij bashkimi të madh, se ne nuk mbrojmë një platformë politike, por mbrojmë një doktrinë kombëtare dhe nuk shohim ndonjë forcë a lëvizje që mund të përballet me palën tjetër kundërshtare. Palat që përballet janë djemë, vajzat e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe unë, si drejtues i këtij bashkimi të madh, me cilë se pres për balljen e madhe me 11 dhjetor në darkën e vonë, se kush do të jetë ai që do i dalë uraganit përpara për të mbrojtur doktrinën që ju e keni paraqit përpara çdo shqiptari. Nuk ka kompromis me doktrinën tonë. Doktrina jonë është e pa kompromis. Barazi e plot. Ky është mandati i barazisë së plot për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Dhe në fund, po e përshëndes Najit Hasanin. Jemi është simbolika e ushtrisë shqiptare të Kosovës, jemi bashkë dhe me lus, me Najitin, por është mbejetuar në tragjedinë e Dubravës dhe të gjithë shokët e mi. Nuk më lejnë vetëm, gjithmonë i kam pas në ditë kur unë i kam dashur, dhe shokët e mirë për herë i kam pranë. Prandaj, faleminderit, në miru të kopshim, dhe miru pafshim në fitoret e radhës të Bashkimit Demokratik të Integrim, të kësaj force të madhe të shqiptarëve këtu në Republikën e Maqedonisë.